Çfarë më bën olla? Po mbledh naftë olla, po mbledh naftë. U shtrintua në gjirin persik, u shtrintua, tani të rrim ne në vunetin e Edi Ramës dhe të Qetit, sa do na e bërë çmimin, më mirë këtu fushave, ma pa zot, ka 35 vjetë që është ma pa zot, urdo naftë me shumicë. Në fakt, realiteti është tragjik. Puse të lëna të shkreta si mau pa zot. Rafineri të shkatruara, ambient i ndotur, zona fshatrash dhe qytetesh të abandonuara totalisht nga popullata dhe në fund çmime të shtrenjta në pompat e naftës për qytetarët nga më të lartat në botë. Dhe kjo ndodh në vendin që në Ballkan ka rezervën më të madhe të naftës e që nëse do të administrojë si duhej, do të prodhonim sot naftë me kosto të tillë që do të ishte e papërfyeshme për xhepin e qytetarëve, për ekonominë dhe bizneset e këtij vendi. Thëndryshe, çmimi i naftës në Shqipëri sot është i shtrenjtë jo për shkak të konflikteve në nivel botror, as për shkak të bursave të çmimeve në nivel ndërkombëtar, por për shkak se për 35 vite një prej pasurive më të mëdha të kombit ton është vjedhur në mënyrën më barbare të mundshme.